kënaqësi e veçantë që sot jam këtu në Shkodër për t'ju përgjigjur kërkesave për autografimin e librit dhe me këtë rast do them vetëm pak fjalë sepse besoj që libri duhet flas vetë për veten dhe secili duhet ta krijojë idenë për të duke e lexuar. Ajo çka dua të nënvizoj gjithsesi është vërtet kënaqësi që ju ta lexoni dhe sa më shumë lexues ta krijojnë idenë për librin duke e lexuar dhe jo duke dëgjuar komentet e lexuesve të tjerë. Besoj që pavarësisht nëse do jeni apo nuk do jeni dakord me librin apo me pjesë caktuara të tij, nuk do mërziteni. Dhe kjo është më e rëndësishmja. Nuk është një libër për të shkuarën, është një libër për të ardhmen, duke e parë në pasqyrën e të shkuarës. Unë besoj që e shkuara është një pasqyrë që i vlen njeriut për të parë rrugën e të ardhmes vet dhe një pasqyrë që i vlen një populli për të parë rrugën e tij drejt ardhmes. Dhe nga ana tjetër besoj që ky është një libër që tregon shumë çka nga një këndvështrim që nuk pretendon të jetë këndvështrimi i të vërtetës absolute. Sepse tek e fundit e vërteta absolute nuk ekziston dhe e bukura e çdo historie, aq më tepër e një historie të jetuar, është se për të ka disa kënde të mundshme për të parë të vërtetën. Ky libër është e vërteta ime dhe unë dëshirova ta ndaj atë me të tjerët pa pretenduar që ata të gjithë lexuesit e librit ta marrin atë si të vërtetën absolute. Ka një film shumë të famshëm të Akira Kurosawës, i cili tregon një të vërtetë të jetuar nga 4 dëshmitar të ndryshëm. Dhe filmi është i ndarë në 4 rrugë që paralelisht brenda harkut të 2 orëve e tregojnë këtë të vërtetë nga 4 pika të ndryshme vështrimi që në pamje të parë duken si 4 të vërteta të ndryshme. Por në fakt, të 4 këndvështrimet ndihmojnë të pestin, që është shikuesi, që të krijojë idenë e tij për të vërtetën. Dhe kur të gjithë dalin nga salla, padyshim nuk dalin me një të vërtetë, por dalin secili me të vërtetën e tij. Dhe lavdi Zotit, ne jetojmë në një kohë kur ka vend për shumë të vërteta. Dhe kur qasja ndaj një të vërtetë të përbashkët nuk bëhet me imponim dhe as nuk bëhet me detyrim, por bëhet natyrshëm si rezultat i gjetjes pikave të përbashkëta të referimit dhe i pranimit të tyre si pika që na përbashkojnë. Unë shpresoj që
libri të vlej për të kaluar disa orë, cilat e përsëris në radhë parë nuk duhet të jenë të mërzitshme. Pastaj të gjitha tjera të rregullohen me kalimin e kohës. Faleminderit.